إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të madhruar, të falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguari i Tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, në këshillën që i dërguari alayhi salatu wassalam i dha Ibn Abbasit, në pjesën e parë të kësaj këshille kuptuam se jeta e besimtarit është e shtrajtë. Dhe ajo që i jep çmim jetës së njeriut nuk është pasuria e tij as pozita, por është ajo që përbën brengën e tij, me çka ai mirret, synimet e tij, kauzën e tij në këtë jetë. A janë qëllimet e tij dhe kauza e tij të ndëlidhura me aspektin material dhe fsharak, apo të kalon këtë dimension? Çka ruan njërin këtë dunja, për çfarë kujdeset, është shumë e rëndësishme. Muslimani shkon deri në pikën më të lartë mundshme, për te asaj nuk ka asgjë më lart, nuk ka asgjë më të madhe. Besimtari kujdeset për Zotin e tij, jo që ta ruan atë, por që ta ruan raportin me të. Kjo është për të më rëndësishme, kjo është për të primare. Kujdesi për raportin me Allahun xhallahu ala, kujdesi për fisnikrimin e shpirtit, kujdesi që t'jetë bamirës, është padyshim një nga qëllimet madhore të njeriut në jetën e kësaj bote. Dhe varësisht nga jetësimi, realizimi i këtij qëllimi, hyp edhe çmimi i njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Kështu pejgamberi na ka mësuar dhe na mëson gjithmonë që ta ruajmë jetën, ta ruajmë kohën, ta vlerësojmë vetveten, mos ta nënçmojmë, mos ta përdhosim duke përbuzur e nënçmuar e shkelmuar në epshet e ndryshme të jetës së kësaj bote. Pas kësaj këshille të nderuar Zot pejgamberi alajhi vazhdojmë një këshillë të radhës dhën Ibn Abbasit që tash më mësu ç'është duhet me i realizu qëllimet, ç'është duhet me i plotësu kërkesat. E para ishte cilat janë kërkesat e tua primare, ku është synimi dhe qëllimi yt. Tash e dyta, si duhet jetësuar dhe realizuar ato qëllime në jetë. Si duhet besimtari me u forcu në këtë botë, ku është burimi i fuqisë e tij. Wa idha sa'alta fas'alillah. E kur të kërkosh, kërko vetëm nga Allahu te bareke ve teala. Adresa fillestare, kryesore e besimtarit, kthimi i tij në çdo situatë, fillimisht është tek Allahu i mëdhuar. Nga se besimtari është i bindur se gjithçka ndodh me lejen e Allahu xhallahu ala. Njerëzit janë vetëm mjete që përdoren për realizimin e qëllimit të caktuar. Po, na duhen njerëzit, ne i duhemi njëri tjetrit, por mbi gjitha na duhet Allahu i mëdhuar. Andaj besimtari kërkon nga Allahu xhallahu ala. Në kërkesat tona të ndërozë janë dy lloje. Kërkesa që nuk mund t'i përmbush askush pas Allahut, dhe kërkesa që mund t'i përmbush edhe dikush tjetër me lejen e Allahut. Kërkesat e llojit të parë, që nuk mund t'i përmbush askush pas Allahut, sikurse është udhëzimi, falja e mëkateve, pastaj një të kësaj bote të ndërlozë, shërimi i të smurit, largimi i brengave, ndihma në situata të caktuara, është te Allahu te bareke ve teala. Ai është që e ka në dorë këtë çështje. Jetën dhe vdekjen e kërkojmë vetëm nga Allahu te bareke ve teala. Ndërsa në çështën e kësaj dunjaje, në sebepe, në mjete që na duhen, ndihmohemi me njëri tjetrin, por prap para se të trokasim në derën e njëri tjetrit, trokasim në derën e krijuesit ton, duke kërkuar nga Allahu te bareke ve teala. Atë besimtar gjithmonë në mendje ka Zotin e tij, në çdo kërkesë, në çdo situatë, çdo mangësi, çdo problem që ai me të ballafaqohet, dera e parë që ai troket është Allahu te bareke ve teala. O Zot më ndihmo, o Zot lehtësoje, o Zot më furnizo, o Zot shëroje, më shëro, e kështu me radhë.
pastaj del nga shtëpia e tij, pastaj lëviz nga pozicioni i tij dhe kërkon pastaj edhe ndihmën e të tjerëve, për atë sa njerëzit kanë mundësi, kanë kompetenca dhe aftësi me ndihmu. Dhe kështu besimtari është i balansuar në kësaj bote, duke ruajtur raportin me Allahun xhallahu ala, por pastaj duke u ndihmuar me njerëzit, për shkak se Allahu xhallahu ala i ka krijuar sebepet dhe ai kërkon nga ne që ato të ndërmarrim. Lutë vetëm Allahun e mënduar. Kur tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndrozur, "Wa idha sa'alta fas'alillah", kur të kërkon nga Allahu xhallahu ala, nuk është thjesht një urdhër që na udhëzon për të provuar. Do të thotë, kur je në problem, provoje Allahun, ndoshta Allahu të përgjigjet. A është kështu udhëzimi i pejgamberit kur tha lutë Allahun xhallahu ala? A është përpjekje eksperimentale? A është ta provojmë? Apo kur tha pejgamberi kur do me kërku diçka, kërkon nga Allahu se ai të përgjigjet, se ai ta kryen punën. Cila është ajo që ka të bëjë me udhëzimin e pejgamberit sa? Padyshim të ndërozë se ka të bëjë me dytën. Po, kur tha pejgamberi kur të kërkoni nga Allahu, do të thotë nëse doni zgjidhje, nëse doni rrugdalje, nëse doni përmbushje të kërkesave, nëse doni dalje nga të lashtë ndryshme, atëherë e kjo dhe gjitha tjera të dera Allahut, të lutja, drejtohu tek Allahu te bareka ve taala. Nga sa Allahu kështu tha: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib", kur të pyesin robët e mi për mua, të pyesin a në nimën Zoti, a me lutë Zotin, a me kërkun nga Allahu, të pyesin ti për Zotin xhallahu ala, thuaj inni qarib, unë jam afër. E çka nuk kupton kjo që është Allahu afër me dijen e tij, me dëgjimin e tij? Çka nuk kupton kjo? Nuk kupton atë që vet Allahu e tha: "Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an". Jam afër, po pres që të më lutësh, e ti përgjigjem lutjes sa ti që më lut. Garancë. Prandaj asnjëherë mos e vendos dikë për Allahu xhallahu ala. Në çdo situatë, në çdo smundje, në çdo lëvizje, në çdo kërkim të zgjidhjes për çfarë do problemi, fillimisht në sejdë, fillimisht me duart të ngritura, lutë Allahun xhallahu ala, pastaj del kërko shërimin tek mjeku, del kërko ndihmën e mikut, del kërko ndihmën të fqiu, del kërko këshillën për dikujt të dijshëm që del këtu me radhë, pastaj po del mos rri. Mos i mbaj durë të lidhura sikurse është mbyll dunjoja. Ka zgjidhje, kërko zgjidhje, por filloje me Allahun xhallahu ala. Kërko pe Zotit te bareka ve taala. Kjo është ajo që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Të ndronë vëllezër, pejgamberi kur flinte çapante, tha bismikallahumma amutu wa ahya. Me emrin tënd Allah, po japëm tash vdekjes. Gjumi është pjesë e vdekjes. Po futem gjumë nuk dia zgjohem. Me emrin tënd po bime flajt. Kur zgjohej, emri i parë që e përmendte, po se japte sytë ishte bismillah, Allahun e përmendte. Kur të han bukë, po na duhet buka, për të forcuar, për ta mirëmbajtur shëndetin, për të garantuar jetën, na duhet buka, na duhet pija, po fillimisht bismillah. Emri Allahu xhallahu ala, Allahun kur nuk e harroj. Andaj të ndërvozër, e kam përmend disa, du me përmbyll me këtë, se është begati, është mirësi që Allahu xhallahu ala i ka hap dyert e mirësisë e tij. Që Allah i ka hap dyert që ne ta lutim. Nuk ka gjuhë që Allahu nuk e njeh. Nuk ka kohë që Allahu xhallahu ala nuk dëgjon lutjet. Nuk duhet tek Allahu termin, nuk duhet me ngjafshëm, nuk duhet me thon hoxhës apo i thosh Allahut sonte me mguse kam një kërkesë. S'ka nevojë. Allahu është i të gjithëve. I të gjithëve Zoti xhallahu xhelaluhu. Ai dëgjon të gjithë, kjo është mirësi. Tërket në derën e tij nga sa i thret. Madje ai hidhrohet nëse e kalon derën e tij e shkon tek dyert e tjera. Nëse nga Allahu nuk kërkon ai hidhrohet. Madje kur ti kërkon ai shpërblen të pagun, vetë pse ke kërku, lër më pastaj përgjigjen e lutjet e tua. E kjo është mirësia Allahu xhallahu xhelaluhu. Prandaj Allahu xhallahu xhelaluhu të ndërmozë kërkon nga ne që ta lutim. Dhe kjo është mirësi. Prandaj ta shfrytëzojmë këtë mirësi. Ta shfrytëzojmë, ta lutim Allahun xhallahu xhelaluhu për gjithçka. Madje sikur sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kur kpuca e dikujt prishet, lut Allahun xhallahu xhelaluhu. Lut Allahun ti kompenzon më të mira. Për gjithçka lut Allahun xhallahu xhelaluhu. Çdo lëvizje kujtoj Allahun xhallahu ora, nga sa ai është i pari.
dhe është i fundit. Me te fillon gjithçka dhe te ka i përfundon gjithçka. Allahu xhallahu ala na gëzoft me mundësi që ta lutim gjithmonë, që na ka gëzuar me thirrje që ta lutim. Allah na mundësof që të jemi të lidhur me Zotin tonë në vazhdimsi, e këtë begati, e këtë mirësi ta shfrytëzojmë në çdo situatë. Mirë po të ndërmjetër, kjo është e rëndësishme në përmbyllje. A thua vallë, çdo punë që e bën, mundesh me kërku pi Allahu xhalla xhelalu me të ndihmu. Nëse jenë punë të këqija, nëse jenë organizim që Allah është i kënaqur, a mund të bësh bismillah? Çdo punë që nuk mundesh me nis me bismillah, çdo punë që nuk mundesh me nis me Allahun xhallahu ala, nga se s'është punë që niset me emrin e Zotit, dije që ma mirë është mos me nis, madje s'bën fare me nis, se ajo që për emrin të Allahut niset, s'ka hajrin ta. Ajo që për emrin të Allahut xhallahu ala lëvizet, s'ka begati dhe s'ka mirësinë të. Prandaj kujtohu mirë, ku mundesh me thon bismillah, që ta bëne. Aty ku s'mundesh bismillah me abo, kur as me vepër mos e bë, se nuk është punë që duhet ti si musliman me bë. Allah na ruaj të na përmirësoj. Kërkoni falje nga Allah, nga sa Allah është falës dhe është mëshues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslima ala khayri khalqillahi ajma'in. Nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të ndërrozë, vetëm një sqarim në lidhje me lutjen për Allahu te barekuhu teala. Ndoshta dikush duke i dëgjuar të fjalë në mesin e juaj, apo ndoshta pastaj duke i dëgjuar mund të thotë, po bre hoxh, mirë është kjo që po thua. Po unë më duke lutur Allahun që sa ko po s'ka përgjigje. Do të thotë badihave më lut. S'po vika kjo punë me lutje. E kjo është derë që shejtani prej kësaj dere hyn me ta mshil derën e Allahut te barekuhu teala. Domethënë, kur të qel derën ka Allahu, e mshil derën e djallit. Nëse ja qel derën djallit, ai hyn e ta mshil derën e Zotit. Tash duhet me kështu cilën derë pa e mon qel, e cilën derë pa e mshil. Çdo thirrje që të ndërpren nga lutja Allahut te barekuhu teala, çdo nxitim dhe nguti që thot u luta, po nuk u përgjigj Allahu, është hapje e derës së shejtanit. Dhe është mbyllje e derës së Allahut te barekuhu teala. Nga se të ndërvëzër, ti kur e lutë Allahun xhallahu ala, e ki një lutje, ndërsa Allahu atë që ka me dhënë ka shumë. Kush do që lutë Allahun xhallahu ala, bën dua, bëuni të bindur, nëse kujdeset për duan si duhet. Edhe nëse Allah kur një vetë si përgjigjet, nuk kryet puna, ti e fitimtari me i madhë. Pse? Për çdo lutje që e ke bo, ki sevap, si kurse për shembull falë, si kurse për shembull me dhënë sadaka. Ibadet është adhurim, ti fiton sevapet tek Allah ngritësh, dhe e që Allah të jep me shpërblim, o shumë me mirë se e që ti kërku për ti. Pësaj, mos me ndo kur se troket në dorë të ati që është bujar, në derën ati që është bujar, në derën ati që është fisnik, ke trokit në derën e gjithëmshirshmit, ke trokit në derën e Allahu xhallahu ala e me të thyt mrapsht, kur? Absolutisht. Por ajtë këthen me sevape, dhe të këthen me ato që është me mirë për ty. Fatkeqësi që ka pas me të godit, një e keq që ka pas me të si me ndodh, Allahu të largon nga asë është me rëndësishme se plëcimi i kërkesës, e ti nuk e din. Prandaj Allahu tha, Allahu din, e jo nuk dini. Ne e dim veç, se që këto që pe kërkojmë është e mirë, na veç këtë e dim. Tjerat a i dim na, nuk dim. Andaj lutë Allahun xhallahu ala, dorëzoja kërkesën, mbështetun Zotin xhallahu ala dhe jetë i qetë, nga se dera e Allahu xhallahu ala është e hapur për kërkesa. Kërkesa ka shkuar në adresën e dur dhe rri i qetë me zemër të bindur se Allahu xhallahu ala kur nuk e çon hoq kërkesën tënde dhe lutjen tënde. Mirë po, në fund Allahu xhallahu ala tha, le të më lutin mua. Po, lutin Allahu xhallahu ala, falyastajibu li wal yu'minu bi. Mirë po, edhe ata le të më përgjigjen mua. Qysh ki ti kërkesa e thirrje, edhe ai ka kërkesa. Përgjigjë Allahu xhallahu ala në thirrjet e tij. Kur thret me fal namazin, kur thret me lon haramin, kur thret me lon kët, ti përgjigjo. Edhe ai të përgjigjet. Beson në Allahun e mos e moho, ai të përgjigjet. Kujdesu për kafshatën e gojës,
nga se një lutje që del nga barku i mushën haram, problem është marrit tek Allahu te barekuhu teala. Për shkak se forca e lutjes pengohet nga frejt e haramit, e të keqes, e asaj që nuk është e pastër. Përndryshe, përgëzoje vetën tonë për mundësit madhe, që Allahu ta ka hapur mundësinë ta lutësh Allahun xhallahu ala. Lutje për gjithçka. Lutje për çdo detaj të jetës tonë, për këtë botë, për ahiret. Në veçantë lutje për fenë tonë, për udhëzimin tonë, të familjes tonë. Lutë Allahun xhallaxhalaluhu për popullin tonë e për njerëzit në barë. Allahu xhallahu ala na i pastron zemrat. Allahu xhallahu ala na mundsof me lutë me atë e për atë që ajo është i kënaqur dhe është në dobinë tonë. E lutim Allah na jap çdo të mirë që e ka lutë për atë mirë i dërguari alayhi salatu wasallam. Dhe Allahu xhallahu na ruan nga çdo e keqe, nga cila ka kërkuar mbrojtje i dërguarit tij alayhi salatu wasallam. Dhe nga ky vend të ndërmjetësor, e lutem Allahun xhallahu që vuajtjet e telashet e mirime që po i kalojnë populli i Gazës, Allahu xhallahu me u larguar. Pamjet e tilla të asaj urie, atij mirimi, vdekjeve të mirushëm të fëmijëve, grave, burrave, pleqve, në atë mënyrë çnjerëzore, mos i pafshëm kurkun, në veçanti në mesin e vëllezërve motrave tona musliman. Është sinqerisht e pa kuptim, është sinqerisht jashtë çdo kalkulimi që diçka e tillë më ndodh në kohën tonë, në kohën e mediave, në kohën e shpërndarjes së lajmit, në kohën kur këtë bota për çka po ndodh, film me qenë, kish me lëviz dikush, nalni këtë film se na të merruat. Nalni këtë film se na çmendet. Dikush kish me thonë film me qenë. Nuk është film të nervozët, nuk është skenar, nuk është aktim, nuk është kamerë fshat, është realitet. Një diktator i çmendur, fatkeqësisht me përkrahje, ka vendosur një popull tërë me myt. Nuk ka me myt vallahi billahi jo. Ka me myt ata. Diktatori ka me shku si shumë tjerë. Por problemi është se gjaktësia dhe inferioriteti i njerëzve nuk ka me kalu pa çmim dhe pa faturë. Na rujt Allah për hidhnimi i tij. Na rujt Allah për dënimin e tij. Allah na mëson që spakun lutjet i kemi ti përmendim, që Allahun ta lutim që Allahu xhallahu ta ngop barqet e tyre të zbrazura. Që Allahu xhallahu frikën tua kthen në siguri, e vdekjen në jetë, e robninë në liri, sigurisht që na po e gëzojmë ata dhe këto tjerë që vuajnë nga diktatorët, edhe ata që i shtypin popujt e tyre, Zoti i shpëton nga sherrri e i nxirr nga telashja që e kanë jetën e kësaj bote, i udhëzohet në dritën e shpalljes dhe udhëzimit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Allahu i shëroft të smurit ta. Allahu ju ndihmo familjar me smurit e tyre. Allahu xhallahu ala çdo të pikëlluar e të brengosur e bërçli, Zoti e shëroft. Çdo familje që kanë telashe, probleme, Allahu i pajtoft. E mbi ta Allahu xhallahu ala dhasht, bereqet, dashni e respekt. Allahu xhallahu ala ruajt vendin ton nga çdo keqadashës, nga çdo dyftyrësh e i lig, kurdo që ja don të keqën vendin tonë, popullin ton, Zoti e largof prej neve, e na ruaj prej sherrit të tij. Na boft Allahu te barek ve taala bashk, unik dhe bashkëpunëtor në atë që Allahu xhallahu është i kënaqur dhe për të na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.